Arrestohen disa persona nga iniciativa Asnjë Cent ma shumë që organizuan protestën kundër shtrëngtimit të energjisë elektrike, duke bllokuar zyrat e rregullatorit për energjinë ZRRS në Prishtinë mëngjesin e sotëm. Policia raporton se ka ndaluar 12 aktivistë me argumentin se këta persona kanë mbajtur një tubim të paparalajmëruar, kanë shpërfillur urdhrat e zyrtarëve policor dhe kanë penguar disa zyrtarë të hyjnë në zyrat e tyre. ZRRE-ja ka paralajmëruar se nga muaji prill faturat e energjisë elektrike mund të rriten me 15%. Aktualisht për konsumatorët që shpenzojnë deri në 800 kWh brenda një muaji, çmimi i rrymës gjatë ditës është 7.79 cent për kilowatt. Në rast të shtrëngtimit për 15%, ata do të paguanin 8.96 cent. ZRRE-ja i shqyrton dhe cakton tarifat e energjisë elektrike çdo vit dhe ato janë në fuqi nga 1 prilli deri më 31 mars të vitit pasues. Sipas entit rregullator, rritja tarifave këtë vit është e domosdoshme për shkak të uljes së prodhimit të energjisë, rritjes së konsumit dhe varësisë së madhe nga importet me çmime të larta. Kosova nuk mund të sigurojë energjinë e nevojshme për mbi 1.6 milion banorët e saj vetëm me prodhimin nga korporata energjetike e Kosovës.